Fit Life from Fit Health. Megjithse me zi e presim pranverën, në fakt me ardhjen e pranverës, kur dalim nga dimri në pranverë, kemi një shtim të lodhjes kronike, shtim të pajgjumësisë, ndihemi më pa energji gjatë ditës dhe kjo vjen pikërisht nga kalimi nga një stin në një stin tjetër, nga një regjim ushqimor në një regjim tjetër, sepse dalim nga një regjim i cili për shkak të shportës ushqimore është më i fokusuar në proteina, në më pak fruta dhe perime, dhe në një regjim i cili për shkak të kohës kemi një shport ushqimore më të pasur me perime dhe me fruta, rritja e temperaturave ngadalson traktin tretës, që na bëjnë që ne të konsumojmë më shumë perime, fruta dhe më pak proteina shtazore. Gjithashtu kemi oscillimin e dy nga hormoneve kryesore, të cilët na mbajnë komoditetin e sistemit nervor ditën, por edhe natën, që është serotonina e cila prodhohet nga zora dhe melatonina e cila prodhohet në orët e errësirës apo në orët e gjumit. Pikërisht për të pasur një sistem imunitar të fortë, po edhe për të evituar këto problematika, marrja e vitaminës D, probiotikëve, regjimi ushqimor i personalizuar por edhe i shëndetshëm, shëtitjet në natyrë, aktiviteti fizik i moderuar janë zgjidhja në këto kohë. Dhe për ata që se kanë bërë, padyshim check-upi vjetor, i personalizuar dhe suplementimi sipas nevojave që do dalin pas rezultateve të check-upit. Fit Life from Fit Health.